Kur shpejtësia takohet me shijen, dalin këto petka të mrekullueshme të lunxherisë. Këtu kam një paketim të petkave të lunxherisë. Përgatisim salcën. Një tigan shtuam 2 thelbinj hudhur, vaj ulliri dhe më pas 200 gram spinaq. Sapo skuqet spinaqi, e shtojmë në një blender duke i shtuar borzilok, një gotë me kos, arra, krip, piper të zi dhe të gjitha së bashku do t'i kthejmë në krem. Kremin e përgatitur e rikthejmë sërish në tigan duke i shtuar djath kashkavall sipër. Ndërsa në një tenxhere kam ujë të vëlluar, i shtuam krip, një lugë të gjellës me vaj ulliri, shtojmë edhe petkat e lunxherisë duke i zier vetëm për 2 minuta. Më pas i kullojmë duke i bashkuar me salcën në servirje pa kashkavall sipër dhe ja ku i kemi gati.